saj të kere o kollap shumini ka si bisha jutme. Se një ditë, studentët romë do të ecin përpara pa u gjykuar për ngjyrën e lëkurës, por për talentin e tyre, për kulturën e tyre, për forcën që ata kanë për të ecur përpara dhe se shpesh të lidhur në zinxhirin e diskriminimit. Në ditët tona, romët diskriminohen për shumë çështje nga mazhoranca. Dhe ndjeva veten e diskriminuar dhe e njëjtë si Fantina, si unë, e njëjtë domethënë. Këtu tek drama kemi kaluar shumë mirë, jam njohur me shumë persona të rinj, sepse nuk kam qenë shumë i angazhuar me të tilla gjëra, por tashi jam futur dhe unë këtu dhe po kalojmë shumë mirë. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur duke punuar në komunitetin rom, eksperiencë e re, miq të ri, edhe jo para gjykime. Shpresoj që të jetë nisja e shumë shfaqjeve të tjera. Java që përçoi vlerat e kulturës rome në Shqipëri kulmoi me vënien në skenë të dramës Të Mjerët. Për 2 oradazi, 28 të rinj rom, egjiptian, në bashkëpunim me studentët e Universitetit të Arteve, mbajtën të mbërthyer në skenë publikun, i cili duartrokiste pa pushim aktorët e talentuar. Për ideatorin dhe regjizorin Ram Hadroj, një iri i talentuar i këtij komuniteti i shkolluar në Mbretërinë e Bashkuar, risia e kësaj drame të vënë në skenë ishte bashkëpunimi mes të rinjve, përfaqësues të komunitetit rom dhe egjiptian me studentët dhe pedagogët e arteve, si dhe përshtatja e dramës me realitetin e sotëm në vend, përdorimi i elementeve të kulturës rome, si muzika dhe kostumet, duke lartësuar përmes artit dhe forcës së dramës vlerat dhe virtytet e komunitetit rom. Ajo çka e bëri më shumë shqiptarë ishte ne vendruam emrat e qyteteve nga Monsieur apo Paris, e vëmë në Korçë, në Saran, në vende të tjera. Disa prej emra, 2 prej emrave të personazheve neve i ndryshuam, por ndryshuam edhe një pjesë të tekstit, e bëm pak më shumë shqiptar. Talentet shqiptare ekzistojnë, ka studentë të cilët janë tepër të përsosur, që janë nga komuniteti rom, është edhe ndoshta për të thyer pak a shumë atë mentalitetin shqiptar që komuniteti rom ndoshta di të bëjë vetëm gjëra të rëndonta, jo diçka tjetër, ne vetim të bëjmë edhe art. Të rinjt e artmja e këtij komuniteti në Shqipëri kërkon të evidentohet në shoqërinë shqiptare dhe të bëhet pjesë e civilizimit të saj përmes përfshirjes dhe pjesëmarrjes aktive në jetën social-kulturore. Personalisht e kam lexuar Të Mjerët që kur kam qenë 11 vjeç me historinë e Kozetës që më dikur bënin një letërsi, edhe më ka tërhequr ajo ideja e Kozetës së diskriminuar, ideja e Kozetës që punon që në fëmijëri, edhe duke bërë krahasimin e fëmijëve të komunitetit rom që sot punojnë që në moshë të vogël, më lindi ideja që do mund ta përdor ndoshta një gjë të vogël, jo shumë të jo me shumë famë në Shqipëri. Aktoria më e vogël që ju bashkua kësaj nisme ishte personazhi aq i dashur i dramës, Kozeta. Dhe Kozeta jon, përfaqësuese e komunitetit rom në këtë dramë, quhet Gjensila. Është vetëm 9 vjeç dhe pak momente përpara fillimit të shfaqjes është e pamundur t'i shkëpusësh diçka. Ajo ka hyrë tashmë në rolin e saj. Ajo rezaton vetëm Kozetën. Si e ke emrin ti? Si? Kozeta është emri jot apo emri i rolit? I rolit, po emri jot si është? Do me thënë ti pas ke rolin e Kozetës, Kozeta kur është e vogël. Të pëlqen roli Kozetës ti? Për 3 muaj radhazi, këta të rinj të talentuar kanë studiuar me këmbgulje personazhet dhe kanë kryer prova çdo ditë për 4 orë, duke ndjekur ëndrrën e tyre. Pse pikërisht Të Mjerët? Kur merrni në dorë drama dhe lexova, më shkoi ndërmend për herë të parë që se si Të Mjerët do kishte një lidhje me komunitetin rom dhe egjiptian. Dhe unë luaj rolin e Fantinës. Fantina është një femër e cila diskriminohet nga të tjerët. U quaj Moriana dhe në këtë dramë kam kënaqësi që të luaj rolin e shërftores së priftit. Në fakt është një personazh diku deri negativ në atë që ajo përcjell, por gjithsesi unë jam shumë e lumtur që pata mundësi që të isha pjesë e kësaj drame
Dhe mbi gjitha ishte një kënaqësi shumë e madhe që të isha pjesë e këtyre studentëve shumë të talentuar, rom dhe egjiptian, dhe unë pata kënaqësinë e madhe që të jem pjesë e këtij grupi pa u ndjerë e diskriminuar. Përshëndetje, unë jam Ariusi dhe në këtë dramë kam rolin e Jean Valjenit, i cili është i burgosur në fillim, por me kalimin e kohës ai bëhet një prift dhe bëhet edhe kryetar bashkie. Ky është një shembull i mirë që të nxit për të ecur përpara. Jam Claudia Amini, jam student në Fakultetin e Drejtësisë, po marr pjesë në këtë dramë ku unë luaj rolin e gjykatës dhe jap liri një personi i cili dënohet pa dashje. Unë jam shumë e kënaqur sepse po bëhet si një gjë shumë e bukur duke u bashkëpunuar domethënë me të gjithë të rinj të rom dhe egjiptianë. Unë jam Marcel Greva, kam dhënë kontributin tim si asistent regjisor në këtë pjesë, ka qenë një kënaqësi e veçantë për mua, sigurisht ka qenë një eksperiencë që se kisha provuar më parë. Them që sot do jetë më e mira për gjithë grupin, suksese. Ishte kënaqësi shumë e madhe, ishte një përvojë shumë e bukur që punova me studentë që nuk janë profesionistë, por që më dhanë kënaqësinë e profesionistëve. Shumë faleminderit dhe shpresoj që të bashkëpunojmë. Veç përpjekjes titanike të këtyre të rinjve amator për të ngjitur me sukses në skenë, një zë i fortë që i mbështet këta të rinj dhe gjithë përfaqësuesit e komunitetit rom dhe egjiptian në vend për të integruar në komunitet, është zëri i njerëzve me kontribut të veçantë në Shqipëri si ambasadorët e vullnetit të mirë për diversitetin kulturor. Kultura rome është nga më interesantet. Gjithmonë ka tërhequr popullin me gjetjet e tyre, me temperamentin, me ato pjesë që bëjnë pjesë në identitetin rom që është shumë i dallueshëm. Të rinj të rom dhe egjiptian, së bashku me moshatarët e tyre student nga mazhoranca të Akademisë së Arteve, ndoqën ëndrrën e tyre në këtë skenë, duke thyer para gjykimet dhe duke dëshmuar se janë të barabartë në diversitet. Motoja ishte I dream to dream, ashtu siç ka thënë edhe vet Hygoi që nga një ëndër e vogël mund të ndërtohet një ardhmë e madhe. Në fund të dramës unë kam arritur në përfundimin që nëse vërtet ke një ëndër dhe lufton për atë, çdo gjë arrihet. Ti mjafton ta ndërtosh edhe ta thurësh ëndrrën. Personalisht më ka shtyrë për të bërë edhe më shumë në veten time, që ëndrat e tjera që unë ndërtoj edhe ëndrat e tjera që unë kam, nuk kam më frikë se nuk do të mundem t'i bëj për shkak të ngjyrës së lëkurës time, për shkak sepse vi nga një komunitet i shumë vulnerabël në Shqipëri. Projekti mbështetje për përfshirjen sociale të komuniteteve rome dhe egjiptiane, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, mbështeti organizimin e një sër aktiviteteve në kuadër të javës së promovimit të vlerave rome. Ato nisën me kremtimet në ditën ndërkombëtare të romëve në 8 prill dhe pasuan me panairin e artizanatit rom në kryeqytet, konferencën kombëtare të organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, mbi politikat e qeverisë shqiptare për integrimin e këtij komuniteti. Në një tjetër aktivitet të organizuar me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar në vend, u prezantuan ambasadorët e vullnetit të mirë për diversitetin kulturor, personalitetet të shquara me kontribute në fusha të ndryshme, si dhe personat me kontribut të spikatur, pjesë e komunitetit rom dhe egjiptian, të cilësuar si modeli rom. Vënia në skenë e dramës Të Mjerët u realizua me kontributin e veçantë të stafit të Universitetit të Arteve, Teatrit të Operas dhe Baletit, kontributit të donatorëve dhe përcolli tek publiku vlera artistike dhe vlera njerëzore që i bën njehon identitetit rom dhe egjiptian. Veç emocioneve dhe mesazheve tepër të forta që përçoi kjo dramë, të rinjtë e komunitetit rom dhe egjiptian janë të vendosur të ndjekin ëndrat e tyre dhe ta shfaqin këtë dramë edhe në skenat e vendeve të tjera. Unë kam një ëndër që nuk e di se sa do të luftoj, jam në bashkëpunim me sipër me Newbold College dhe Andrews University, janë të dy universitetet ku unë kam studiuar, që kjo dramë të shkojë në të paktën në anglisht.